Për ndryshe, Amer Haxhion se të kemi me po... Që mi dur që shikam. Që trakla, oh my god, që trakla. Qa mëre kjo. Amer Haxhiu do t'jetë sot mysafir në Reload. Kemi me pas dhe kemi me folë qyshi përmendi edhe Kevini për tatuazhet. Amiri për ndryshe është një tatu artist. Edhe kemi folë gjërë e gjatë që ku e kemi zotëri Haxhiun këto, tatu artist, e kemi bu publike që sa shë më herët në përjetët tona sociale, edhe musafiri deri të mikrofonohet dhe dhe ta kemi këto ullë të one. Sa tatu i kite janë, se i kite disa tatu për mdokët? 1-4 i kam. 1-4. Në sa vjetë e ki botë herë në por, pse e ki bojë herë në por? Unë e pëtut na me botë tatun. Tatun? Po, pashtu më në shalja se ki botë na e ade, ha? Tatuazhin e kumbo në moshën 17 vjeqare. E klan me flejt në shpeja? Jo. Që Loreta, këta ma ka mirë nga Loreta i herë. Këta ka mirë njerë ka Loreta. Po për ndryshe, është e vërtet që e kumbo në moshën 17 vjeqare, vetëm a i kum rapi shmën? E a i ki rapi shmën janë? Pse? Se kisha zgjedh diçka tjetër me bo. E du kuptimin e tatus që e kumbo, mirë po jo dizajnin. Une, nashta bëj një tatu, une masi ma kanë lidhë shumë se du traktorin, nashta kisha bon traktorin që të në zemër. Me bo traktorin, po ta shta vesë edhe atë profesionistin a javlen traktorin me bo. Të këshyrëm nëse a i pranën me folë me ty, shkaku që është ullë të une dhe ka zgjedh me pas intervistën me mu dhe ju me ty. Ka shëves nësi vjen, am pranën, mund është me zgjedh, parë se mi me sa vjen, nashta vjen që kënaj ma bët e ki. Po veç kënej është një njëri që i ka një 4 tatuja, ti s'ki heq. Okej, që... Amer Haxhiun e kemi gati, kështu që ne kisha aftu në studio për me pas intervistën me të dhe do të flasim gjëre gjatë për tatuazhet. Opa, të deri po qona në trakja e koma lek. Mishte Kjarë, Amiri, shkallu. Opa, Amer, mishte Kjarë. Shumë knatësi që je sot në Reload. Atje për ndryshe është praktikanti jonë ma i ri. Kevini. Po ka i qartë një. Po ka i qartë. Ku ka i folja? Kevini, i diplomum, pjesë e misionit Reload, me një kërë shkollë, me një traktor shkollë. Këto është një njëri që s'ka leja. Amer, qysh po të shkojnë punë? Mirë shumë. Po mdo këtë qëtash sezona, po krejt njerës po mdo këtë verën e kanë sezonën ma të mirë dë biznesit tyne, e jo po mdo këtë e keni para verës një farë sezone që jo mës të mbohet në dilë, mës të qesë tatuazh në dilë. është edhe jo, ama jo, gjatë gjithë kohës kam, kërse tash pak ma shumë. Po, kom interesant që sa je tu mirë që shka linë krejt këtë pasionat, po në alimi fillim tek fillimin, dështa që shka një gjithë shka, e mandej flasim kështu për detajet Kam një pahiri, ma ka pru një shok një maqina është të fejashit, edhe kam fillu, për ndryshë jam skulptor me profesion, jam marrë gjatë gjithë jetës kështu kresish me arta, vëden, edhe një moment ma ka pru dikush një maqinë edhe kam provu, Qa kun tatuazhi po që e ki po? O, falidhe. Mi më se po. Se po mira, vedem, po... Nëse në ka bëjë kon një diqka qëtu si... Kamaru i ka 3-14 vjetë. A kisi tatuja? Kom në përkomi, kom ishte... A din që se të une e po ta... Isha me një tatu artist tjetër, edhe kështu full me të, edhe a i më tregeki që është tatu artist që shumë vjetë, pas një tatu për veti nuk e ka. Me di kush është. Shok e ka. Merë ty për interesante që ata thash, ta po ju pasionata tatu artista, ata nashta bashkë këta e kanë ma të fështirë me vendos qa po dojnë me bo. Jo, realisht në... Ska nas ko me Jo, i kom lo me praktiku në zonsa dostave të me, kam bo praktik kështu në kom. Kanë ushtru, atë në dikon e kanë kom ushtru. Si tester është. Atë gjithmonë, dikon du të mjanisë më mësu, kështu që është në regull, është okej, apëtin. Kur e kinis te, po flasin para shumë vjetë, Para shumë vjetë, po marrë kam pënu edhe si profesor i artit, paralel edhe si tatu artist, dikur u bo shumë anej edhe, u dashë me kalu si profesionist, janë 7 vjetë. 7 vjetë, po besoj që ti dalimin prej vitin vetë ke mujtë me po nashta sa ka ndru mentaliteti njerëzve për me bu tatuazhet e na. O shtre njeri. Sa po menen që nashta jena, s'po thonë vetë disu, po nashta veç jena e kena kuptu që nuk është vetë diçka gabi me bu tatuazh. A para gjykohen është që jenë para gjyku njerës pak ma? Jo tash jo. Për para për shemë konë ndryshe, tash jo njeri. është trend për shemë, tatuja së bëna së matë mirë, së matë kesh, matë mirë mundi me të bëhu paka, nëse bëhë të mirë, nëse bëhë jone. Mund është më bëhu ma i mirë. Po, për ndryshe, ja, është ketë normali. Së është më tabu, së kërsh për pare që jo konë për shemë print tonë që i kam pas
Në fillim kur ja nise me humir me tatuazhin për gjithësi. Sto nashta me një formës të tjetër ja nise njerëz me të marrë seriozisht për çit punë që i tu e bu. Në fillim jo, la, dhe ndrej ku po do ma shumë pa pare se me pare. Se u dash e më mësu dikon, po shpejt do më dhënë kalo se mi fëshin si artist. Ma ne e kam pas një farë besimi deri dikon, po jo ashtë sa normal do të me pas. S'po di. Prind mandeja, problem. Jo, se kam problem. Mirë bolti pas ki qëllu me fat. Dikuj që po mi thonë pe bëj që ta nështë e kanë shumë të fështirë. Jo, ne ke kam problem. Të metë, ai në arritë shto baba, është kogja, avansu me kështu, atë nana së më përzit, që në regullë. A ka nështë api tyne që vinë është pa previm të prindit me bu? Se di, adin pa ju tregu ndështë ta që janë të dashtë me buri tatuaj. Nuk i bëj. Si bëjnë? Ja, nuk i bëj. Kërësisht nërë 18 vjetë, pa prind, nuk e... Pa vërtetu që është premet, ama me prind, ose diko që thirë në telefon, kështu që i bi komplet bashkë me prind për dore, ja vaj pëndry që ja, s'bon, se i bjen pishman, mundën që tu të pishmani ndoshta mundon, me se cilin tatu artist që kom folj, se dëmës qëtu viteve të fundit, nështa edhe pse ka përparu teknologjia, njerës që tu i fshi nështa shumë tatuja që cilat i kam bo. Ka shumë interesim nështa, ka shumë njerës, kështu jena popull, pishman li që i bim pishman nështa për që ato që e bojmë, edhe i hekim. E di, ja, ka që i bim pishman, kërësisht 3 dhe ata që pojnë emna, grave, të femnave, ku të diu nga bëden, zakonisht i bim pishman, zakonisht, ka gjasi shumë. Vidhë nuk i hjegi, s'ka në lasere dhe diçka, nuk e përzi profesionin me atë pjesën e laserit, mu e me milion me diçka tjetër, edhe vazhdojnë, po më dhejtë. Ke vini për ndyshe kena pa asni tatuaj? Qysh më kishe motivu me bon një tatuaj, qysh më kishe motivu me mlon në shpe, dhe qysh më kishe motivu me zjedh një tatuaj. A i mojte me? A ti bërë dhe? Mojte me. Oke. Kisha dosht me ditë Ty të vyjnë për shembull veç me shti kohë me njerë dhe në studiet e une edhe s'del pa tatuaj. Ato pedione, e kum kuptu, ma kanë spjegum që ti e një ndër tatu artistet më të mirë të Kosovës. Të Kosovës. Se kom qatë me këqyr ka mirë, të Kosovës, globit botëror dhe ansore, jashtëksor. Po qysh, për një me kom pyetje serioze, qysh me thonën e që më me bon një tatuazh edhe s'më me konë për shembull me mush atër këtë trupin që kërthojnë që nëse bën një s'mund është mënal. Edhe qysh me vendos diçka se mos më ra pizhmën. Për shembull Joni ka ra pizhmën. 17 vjetë ka bën një tatuazh edhe ka rashtë pizhmën, sot kishton ashta kisha hek. Qysh mos më ra në pizhmën? A dhe m'ja njës me të vogla, apo qysh? Realisht, se cili janë njës gati me të vogl. Shumica për ty nëse me të vogl, po... Unë me dhe që ata që janë të sigur për me bo tatuazh nuk vinë heq. Unë si të shof, nëse vjen për konsultës edhe në telefon e di sakt a ka me bo ajo. Unë e di sakt kërë e gati për me bo tatuazh, për me bo një tatuazh. Për me e kam studio dhe këtë pjesë. Për shembull këtë vesh... Ti kërë je gati ti ke marrë vetë, ose keme më shkru vetë. Së që më thonë, pej shpisë më shkru në edhe je gati. A njerës që vinë aty edhe në karaktere, nëse kanë ata një ide, a din fill vetëm me qatë ide, a i shumicë se jam tra idenë. Ja rrotoloj. Sa është e vështirë nështë për ty që dikosh vesh me të shkru me ta jep një ide që apo do me po, për shembull me thonë, po ti të regoj ty 3 senet se cilat unë po du me i shtin qatë atu, a merë është mandej ti edhe me pjesën e dizajnit? Po mirë. Sa është e vështirë që aja? O shko gja vështirë, për zakonisht për shembull i marë bashkë, do më thonë e loni një takim, për shembull 2 orë, 3 orë, me konsult edhe me i plus, minus, matë madhe, matë vogël, apo zakonisht bashkë bëjmë dizajnin. Nuk e marrë komplet përgjithësinë, po kam që me pas edhe, për shembull njeri që ka marrë me bo tatuazhin, unë kam me mua aty edhe me bo bashkë komplet dizajn, mastaj tani puna ma e lehtë është me bo tatuazhin. E vërtet. Sërzisht është shumë lehtë për mu tash me përvojse, është shumë lehtë me bo tatuazh, po ajo përgatitja deri te për me anis me bo një tatuazh, ajo është pjesë ma vështirë. Ka, tash, po flasë ndoshta prej vetës, ndoshta gabimit cilin unë e kumë bo, u kunë që nuk e kom menu detajesht nështë atë qka unë e sakt po du me bo. Apo më kuptojnë? Sa të rëndësishme jenë qëto konsulta, takimet, paraprakisht para se me bo një tatuazh, sa e të rëndësishme për ty, për njëgësisht edhe për qatë klientin të në cili ka ardhë, për me bo diçka kërse me shpëton të përjetëshme. Zakonisht kështu veproj, po mënej, pa u konsultu nuk e boj tatuazhin dikujna, për që të punë, për më smira për ishma nëse
Zakonisht e preferoj me bo konsult para prakisht, para se me bo tatuazhin. Mundet të mos me bo heq, mas nej. Nëse të shoh që s'është i sigurt, të den vrejt njëri në sy, ju tham shko, mendoj edhe pak, vjen një ditë tjetër, tani ose vjen, e bon për një me, ose s'vjen më heq, edhe s'm lej brot. Vjen mu marrë me të rifar njëri. Po, unë për një dhe ja Pytje shumë. kam shumë, me të rifar shqiptarit ka ra mu marrë. Po pytja em kryesore që shmujte mu marrë me qatë njërin qatë ke vesh, është çështje për ta studiuar. Që veç kështu në përkën e kom fjallën. Ajt, që përkën e kom fjallën. Me që ato që shmurën njëri ma i pa vendast në planet. A përshë se me jofë dhe në për me... Vis pak. Tregoj qysh kam vendos për tatun e fundit Për ndryshe kemi kolegën tonë Anjezën këto, e cila tatujat të cilat i ka në duart e saj, janë të bome prej Amirit. Kusha? Po nuk e di edhe kjo praktikante. Ja, kësa i kom thonë edhe live, që që jesh shumë e vështirë. Jesh shumë e vështirë, ama ja kam arrit. Ja kam arrit Ta shti paramenu, me këta po besoj dikun njëherë në 2-3 muj ki pun me ta. Po paramenu stafi të vëdu gagjini që ka pun gjithë dit me ta qajik. A këtë një pytjet shpejt? A këtë një pytjet shpejt? A ja ki po ti tatuazhat, apo? Ja kom po do. Unë e pidi 1, 2, 3, ako najkon tjetës në pishra? Ja, s'ka. Me pasë është kombinacione, zëzbo. Ja, s'ka. I ka vështë që doken. Nëse mundën kamera me kap edhe detajet të cilat i ka Anjeza në duar të saj. E ka në bestën e vetë nëse nga bëj? Në bestën e vetë e ka, apo jo? Po. Po në bestën e vetë? Edhe qa ka kam mbulum dhe këtë një shenjë diqka? Po e kishë mbulum me një flutër diqka. Ata ka bëdje. Po, na ka tregu Anjeza për tatuazhin cilin e ka bu së fundmi që ke me një flutër. Anjezë, qud. Dhe tash, deri ti tregujmë edhe tatuazhet e Anjezës, po besoj shikus dhe që Shumë bukur, të... Është ma vështirë me ngjyra tatuazha, po Kjo është ma e reja. Prit, kevin veç na tregën, qajet cilën jemi të e po tash, flutura është ma e reja. Ma e reja. Tjera qa ki Anjezë? Mirë balë. Kështë të thonë pak ma herët, Anjeza e pas ka mbesën, që ka shumë po besoj si Anjeza që vinë dhe kanë një njeri ose një diçka në jetën e tyne që dojnë me e bo tatuazh. Ska nështë ta ka bëj tyne që e bojnë tatu nështë apëse ju do këtë e bukur edhe jo pëse gjithqysh ka me pas aja një dëmethanje. Në fillim, kër janë nisin, zakonisht i bën këshu me bo me dëmethanja, po tatu në 2, 3, 4 ma veç dhe më do bukur, nuk e së që shumë dikon ajo me pas një background. A ka e që të ma nështë api tyne që vinë veç të tatuat doken bukur edhe ju që kanë dëmethanje? Shumica janë tash, po nëse e bën një tatu, për shumë që këshu me panda kjo ose tjetë, do me i bojnë veç më do bukur. S'ka kufa lidhje për shumë që edhe lidhje shka me familje, përveç tatut e para që i bojnë, zakonisht monon me lidhë diçka me familje, me jetë, me diçka, kuse ma nej më nuk... Duhet më do kështë bukur. E vërtet. Duhet më do kështë bukur. Qka duhet me ditë nështë ta dikush që dënë e ka për herë të parë me bo tatuazh? Qka nështë ta duhet me ditë para prakisht? Unë e thash pak ma herët që nështë ta, unë që ka kisha dasht me ditë para se me bo tatuazhin e parë, shkon që ajo konsultat para prakisht me tatuartistin, po qka tjetër, qka nështë ta jenë pikat e tjera që duhet se cili me i ditë para se me bo tatuazhin? Mirë bajtja. Ka shumë sende që ta së më kujton bash direkt. Mirëmbajtja edhe konsulta janë shumë të rëndësishme. Të ka zë për mësë mera pishman ose për mos më infektu ose ku ta dion, se zakonisht dinë edhe me infektu për shumë djelë, me kafsh nëse kanë kafsh të pjakve, edhe me gjuhë ose diçka kanë barin bakterje, mundë më infektu. Që i di është që pushimet verës nuk mundesh me i bo në kohë kër e bën tatuazhin. Mundesh. Apo? Mundesh. Zakonisht, kër e fresh, të më dhonë 3-4 ditë një javë dhe para, nuk është mi me ekspozu në djelë ose në uj me klorë, për shumë bazen ose diqka, edhe në deti. Si të bënë një javë të e mas ka problem. Mas një javë, dhe me thonë ata janë të lirë si zogu. Na, se zonë sen, dhe është këtë normal, abë në qysh. Na pak ma herët i pom edhe disa prej postimeve të cilat i ki në rrjetet sociale, pom shumë qyshte edhe pak ma herët keqaja panda që aje ka bu, ju me do me thonje diqka, po thjesht veç pëse dështa ju ka duke bukur, qka mujna me thonë që nështë është tatuazhi maj që ditë shumë cilin të e ki bu?
Ka shumë palidhe, që s'vona s'lejon, ishtë të mi banë të leze. Ajni që ato mos mi thunë, ajo tjetër në shta, që kryesë në listë. Që më kujtu e para që është merë, që ka boni, që i ke jashtit, shemë ka bo dikush një karik. Një karik. Karik, edhe vesh ka përdu me bo një karik njeri, vesh me vija e qëdishme për aty në qëdipshmeve, ose dikush që ka shkru, që ka palidhe, dhe më thonë një sen... E për ata ndoshta që, hajde Kevin, e ka një pyqe tja Lorenin, hajde. Unë, pyqe filozofike. Hajde të lutem. Pak artistike. Gjyshi jam. Për dhe gjyshja jam e ka një tatuazh pej vite... Para menoj, ty bobë së të janë. 50 kanë këtë tatuazhin tonë. Unë kisha dasht me ditë që ata nuk kanë ditë me më tregu se për arsye se pak dhe me si ko morë vesh, kisha dasht me ditë se a dena njëri që i kanë botë tatuazh ma heret, edhe sot ki tatuazh që të shlyhet, a i nuk u shlyh hala është 100% është qysh e kanë Qëka botë. vëdo me ditë me këto? Teknika është njësoj njeri, a vëdhen qysh. Se nuk jena në... është njësoj, nuk ka lidh as ngjyra, as kur që heq. Këtë është pyetje dora një, qysh dhe me bua, beten. Ola me një masin 20 euro, me bo një tatuazh, së ka këtë që... Adin, ka rëndësi thellësia, so e shën maqinë shpejt, so e ngull fell, so e qënë dorën shpejt, kandi, gjithë shka që e bo një tatuazh me nejt solid, po më nejt mirë, ose mos me nejt, ose më fshi. Unë e për shembull një koment Ose më ngull shumë fell, për shembull doke shumë keq. Doke si me bon Dubrava, vëdin. Unë e për shembull një koment që e marrë tepër shpesh, kur ja u tregoj njerëzve ndërsa tatuazhet që i kam, më thonë pak tu pas ka fshin ngjyra. Si pas tyre çka është normal. Është normal njeri. Ama se gjatë gjithë kohës për shembull na hupim lëkurë. është ti ki tatuazh dhe mira, adin. Kushdo që të ka bo mirë. Se i posh, kështu që është normal ka pak me u, është këtë normal. Tatuazh që i ki tepër shumë palidhe në dorë se. Kjo është tatuazhi i parë cilin unë e kam bo. Tepër palidhje. Një më shumë mirë pse? Domethënia është për antarët e familjes, po dizajnit cilin e kom përzgjedh, më i me thumë që pak i kom rapi shmajnë. Po, qëto për shembull nuk i kam të bashkume, janë dhe detajet cilat... Qata kështu thonë, për shembull, unë jam tepër interesuar për një redizajn të qëti tatuazhe. Sa nështa ka tjetë të interesuar që e ka një tatuazh, dështa s'po thëmë si anjeza për me më shef krejt tatuazhin që e ka pas, me mbullu me një tatuazh tjetër, po t'jesh nështa mi shtu disa detajet cilat mujnë më duk shumë ma bukur tatuazhin. Mundë më bo refresh kjo, po kryesisht të bonë, për shembull, nuk me ta dizajnu, si që më thonë. E bëj freehand, freestyle, veç e shef si është shumë ma mirë që Se që është tash. Smishme nuk s'mundesh me bo dizajn të tash, a vëtë qysh. Anjeza me bëndë edhe një pyqe. Hajde Anjez. Cila pjesa ma ndishme, kjo po vetë, cila pjesa ma ndishme tek trupi njeriut, që ka dhimë mas Po shumë më me vrej që është pyetja Anjezës. Po, për shembull pjesën time të meshkujt dhe femrat janë shumë ndishme, të femrat për shembull edhe pjesa e mbrapa, për shembull komës mbrapa lart është shumë e ndishme edhe këtu. E qafa? Nuk është shumë e ndishme sa duket që është shumë e ndishme kur e shef shikim të fat, po nuk është e ndishme normal. Është më ndishme se për me bo tatuazhet e na në zona intime me që i përmende? Po më që? Po shumë bile. Po shumë. Që dhamin ka gjë shumë. Adem, në janë pjesë që dhamin ka gjë. Që i postën zakonisht në Instagram krejt tatuazhet cilat i bën. Sa janë nështa ata ose ato, për unë nështa për me i postu që ato tatuazhet. Nuk i postoj. Si postoj? Nuk i postoj. Këtu e vesh një përqindje shumë e vogël që i kam 20.000 sa thësht tatuazhe në telefon që se punoj edhe jashtë shumë, punoj si guest ato artist gati në krejt Evropën, jam çdo muj. Na po shohim për shembull te kjo pamja këtu që ajo panta cilën e përmendëm, po i shohim edhe të tjerat që ka shumë prej tyre të cilët e kanë mbush dorën me komplet tatuazhe. Sa po merr kohë çaja, po mundesh me kryen ndoshta brenda ditës, ka prej tyre që e pauzojnë ndoshta të marr disa ditë për me përfundu një tatuazh të plot. Po, nëse për shembull jam në formën dhe është në formë për shembull ai klienti që ka me vë, po nai 6 orë, 7 orë dhe do të me vë boll. A kina i rekord ndoshta që të ka zgat mas shumë të një tatuazh? Shumë, në fillim, kur e kam nisë me puna ma është keq, domos se kam bo mirë, që s'kom pas përvoj, kam bo dikon 2-3 motor, që tash një tatuazh e bëj për 2 orë, vetëm. Pak ma herët në tregove që studentat e ri, gjeneratat e reja, ka njerë i lenë nështë me të bu një tatuazh. Se ka problem. Se ki problem. A e ka pas problem tjetë nështë kur te ki qenë... Po, unë e kam bo në tezak të emin, dosat me... A e kishë shirë me të besu?
Fillim po, valla, drejtë me thonë, se është një diçka që kemi majtë ta njëtën edhe nuk... Ta për shembull, kur bëhet keq, është probleme me përmirësu. Kur e bën si amator, për shembull, si fillestar, masnej edhe për me përmirësu se ose e bën shumë fell, ose është shumë vështirë me përmirësu. Tatuazhe që bëhen keq, domethënë fillimisht bëhen keq. Tash me bua dhe diçka me gabu, për shembull, sa shqyshëm, është shumë lehtë me përmirësu. Jo unë, po edhe kushdo tatu artist profesionist e ka të lehtë, apo din. E kur bëhet si amator është keq. Hajde Kevin. Qysh. Ky i ka bërë me qindra tatuazha, po unë du me marrë se tu, pëse si më ka ishat tatuazha në trupin e ti. Sta që s'kam. Së më ka ngu me njëzë. Okej, nuk e pas në një gu me vëmendje kështë s'ka, thash pëse s'ki, do është ta me nëziri pytje eksplozive. Jo, sta që s'kam. Ja, i kam, që e në kom, që të tregoj do. A ku gjej me prek? Pa problem. Edhe kënej. Qfar pytje ka bo? Veç është në gjitë se kjo. Për një me ha? Po, vëlloj, prek. E ongre bo. Mërë Kevin në bonit, e si e mërë të tatuaj do një atë. A ke menu një... Popi rrima, sërësër. Po që. A ke menu një herë me bo diqka? Po, me thonë drejten, vish më s'keshni. Ju të lishikus të ndëruar. Gjakovën e se? Na kena lopë, femë klopë aty, edhe me në isha një farkuën pa ti në kry me bo lopën. Lopën tatuaj me bo? Tatuaj lopën me traktor. Zdi, më pëlqej këtë shadin. A njëri pas ka bo karrikën? Interesant, tha Bobi, ku po do me bo? E tha shtu, tha, ama tak pus duhen, fit pa bo. Tha, le, lamt. I dës të për atraktive, vile. Po ka shumë tjerë, po besoj si Kevini që Së me kësi ide. shumë atraktive si ide. Unë jam rrit ashtu, me fshate, me katune, një pjesë e historisë. Me katunit, po ne, s'ka li ku jetoj ta është e vëdhen. Më s'paj me të zari qytetit. Qa mina me thonë që është trend momentalisht, qa për lypër ma shumë. Unë e di që unë i kom po disa tatuazhe vitin e kaljum, për i qatër s'kom bo mo. Aty ku i kom bo më tregojshin që momentalisht trend shumë jënë tatujat cilat jënë shumë të holla. Fine line, qëto kështë të thonë... Që ato jënë favoritet e një për ndryshe. Qëta më s'mak që nuk kom e mu? Po, është fine line këtu, për shemë Kosovë, po jashtë ku pënoj, pënoj do studio jashtë, atje, banë të gati se kërkosh tatu dvogël. Dhe më thonë krejt... Ata all-in, a? Hinë, dhe më thonë all-in me ka krejt. Do me mush kej dorën, do në 3-4.5 milion rand për me mush komplet dorën. Ose komën, ose kuta djone. Kurse këtu, shkone fine line, të këtuvit, mërgjimtar që vinë, i pak ma hardcore, dhe më thonë pak ma full sleeve, adin edhe ata kanë qef pak ma të mëdhaja. Qa nështë ta prej interesimit të qatyne njerëzve cilët bën tatuazhe jashtë, prej këtyne të Kosovës, a shë nështë ta që jenë shumë atë interesum, shumë atë detajista në që ato që e dojnë, jenë shumë atë bindën që ato që e bojnë, si binë është ta pishmojnë, e na krejt nështë ta, a jena hiqe kundër detajt tyna, jo? Ja, është paka shumë mentalitet. Qatë, po më dhejnë, se për këtë tatuazhve ata që e dojnë tatuazhën e dinë, si këtu, si në Zvicër, në Gjermani, përveç Gjerman, ata bojnë sene që dëshme. Për shembull, nuk i kom postu, e kom veç story, e kom pas, dhe jam shumë një burë, për shembull, 70 vjetë, e bon tatuazhën e parë, edhe bon një figurë, një filmi vizatimor që ka dasht, kërë konë fëmija, ka ndodhë shumë erë, ose vjen e kam pas një plak, në Gjermani para një muje diçka qëto, në studia ati ku punoj, e ka bu qenin, tatuazhën e parë me 74 vjetë. Ka bu qenin këtë. Sa kreativ, a? E të na nësha qëto mosha cilat për i përmend që jashtë bojnë tatuazhe. Ka interesim për tyne? Ja, këto maksimumit 50, ose nëse bën dikosh përmi 50-60, janë që jetojnë jashtë. Po foli për studiot e ona. Për kërkes për regjin me thirë Agen, Kevin. Sot ajo ka bu një tatuazh, të këshyrëm qysh është të e përjetu, se pak kom qef një dit nështa që ata që bujnë tatuazhe, qysh është të e përjetu që... Tatuazhën e pare ka bu? Jo të parin se ka bu dytin. E të shë qysh është të e përjetu. Për ndrysh nga ka edhe një pyetje për një shikusit ton, i cili thët, cili është tatuazhi ma interesant ose ma kreativ që e ki punu të? Po ne ishti me një paket shtu shumë, për shumë tatuazh që du mas shumë të i bëjnë portretet. Dhe më dhënë, të pjesa portreteve ato e kam edhe ma të specializume si stil, ose si lami, si stili jeme. Zakonisht të mjofin
Për Po portretet, po. Cilin të eki? Vaj edhe tjera të mirë, po portreti është më i vështirë, drejtë me thonë. E vërtet, Është më i vështirë për me bos edhe një pik ose një dikon një vi plus minus eci karakteri. Nuk është më që i person, për shumë që ka dash me bo, dhe ko që del në i kushtëria, në i djali halës. Ata është asa i heqa. Po, dhe adhe qysh. Jo, për me është shumë e vështirë. Që aty e kam ma përqepe që e bëj, është e vështirë, po në që e du. Ato janë portretet. Kush do që do me bu portret? Hajde ke më sta ndërprej. Pjesa, ma e preferume ku kishë doshte mja bo dikujt në trup, ku pënën të rahat. Ndorë. Oke. Ndorë. E pjesa ma e vështirë për me bu tatuazh? Po jam Dhem në shta ma shumë. Dhem këtu, është pjesa e brive, për shumë, zakonshme, përveç tja zakonshme që janë pjesë intime, është kjo pjesë që dhem shumë, po me qep, për shumë, është këtu që e bëjë, do është kjo pjesë si dras, do më në rejnë tatuazhi mirë, ki mundësi me pënu ma letë, do më thonë je... Unë jem gjakovar. I gjakovët s'kom shka bëj. A më nënë që, si pas shmime të fundit, një gjakovar mundet mu mush komplet me tatuazh. Po, ma, hen kredi. Hen kredi, pa, për me e marë. Për ndryshe, po besoj që ka edhe prej shikuzve cilët s'kan bo tatuazh shkur, jenë të mendu për me bo, nështë ta mi lajmëru dhe ata ka fardimbje gjatë procesit, jo? Jo. Pse nështë ta... Jam pjesë, po besoj i ke marë edhe emocionet e që atyne që kanë bo tatuazh për herë të parë, pse nështë ta e kanë qatë frikë? Qatë nështë ta u kur frikë atyne ma e madhe para se marë? është ma shumë fobi, nuk është dhimbje, drejtë me thonë, është si lloj djegje, nuk është dhimbje. Zakonisht ata që thonë po më dhem, nuk i dhem, ata likështohen, s'ku që më thonë është falë likështimi, për shumë, që desat janë njëse, mas e nëse kanë përgjë. Po ka dhe krema, për mpirje, të më thonë, me lidokain, e qetë, e lenë 10 minuta, se një helq. Hajde Kevin. Që, unë e kësha dosht pe këtina mas që është profesionist, a mujna me afru? Traktorina? Kamerën dikush afrona të telefoni? Hajde. Të shumë. Po, që unë e kësha thonë, prit? Zdo me pa Kevin. Okej. Aja vjen me bo këtë tatuazh edhe ku me bo si pas teje? Ndorë njëre. Që ku është? Lupa, traktori, une. Ndorë bënë, super kreative. Edhe më shumë pëlqen. Nëse veç me në me bo, për me po thëmë, është tipe kreativ që ta kësha bo me shumë qef. Pavore! E nëzirë tatuazhin. Nëse e ban që tatuazhe ki kështu prej meja. E për ndryshë qysh po shkojnë çmimet e tatuazheve? A kine histori dhe ti me fshatë se për ndoket po emocionove pilu? Jo. Çmimet... Shtrejt, Dion, shtrejt, më zëvet njërën, shtrejt! Sa po investojnë në tatuazhe? Investojnë, këgja shumë. Tash për shumë po me interesën me ditë. Uroj shumë që kime më tregu cili u konë tatuazhi ma shtrejt që ka pagu dikush për me bo. Ja, më gjonë atë këja zdëron. Shumë interesant. Mu, aq ma te për Kevinit. Shkon, të kazo shkon me... Unë e di që shkon me seanca. Shkon edhe me malësi, shkon edhe me detaje dhe krejt ato. 4.000 euro një tatuazh. Ka pagu shqiptara? Shqiptar. Në cilën pjesë e ka bua tatuazh? është dorën, 2 durët. A, 2 durët i ka mush, ka kushtu 4.000 euro. 4.000 euro, pak si dost, pak si qështu. Se po thu që ish bo ma shtrejt? Edhe ma shtrejt, vot. E, mre, Kevin. 4.000 euro, po ja vlen, besejt nga duart magjike. E që e lopa Kevinit sa i bëjnë? Ja vlen. Me vizatu? A të ne i thash? Po në kushte normale mës të shkon Kevinit? Unë e falenderoj shumë. 200. Falenderoj, në ashtaj shtin gjyra. Ka të nërë për dy në gjyra. E sa eksperimentojnë se na i përshamu një mësu që shumita e tatuazheve cilat i shojmë të njerës janë me dzez. Sa eksperimentojnë është atë që me i bodhe me ngjyra tjera? Unë e bëj këtu përshamu pak ma pak, Kosovë pak ma pak vonë me ngjyra. Jashtë ku përdojnë shumë edhe me ngjyrë. Do në Zvicrë, në Gjermani, në Gjermani përdojnë shumë. Atje s'ka tatuq ose s'ka klient që nuk eshte pak ngjyrë. Çfarë do lloj, domethënë të kaltër të bashkë hen full me ngjyrë, full color. Këtu pak ma pak, këtu nuk eksperimentojnë po mdogot këtu çaj. Jo, po drejtë me thonë edhe si tatuazh rën koja mirë black and grey, so edhe është më mirë, je gjatësinë, qëndrueshmërinë, kredi ka më të mira.
Nëse bëhet vesh me zezë dhe me hije, po më ne kështu. Qëndrojnë ma gjatë. Qëndroj pak më Unë gjatë. edhe njerë më këthyni një pyetje të parë që të thash, po mu përzi pyetja në fillim atje. Unë për shembull e shoh Jonin me disa tatuazhe. A është koncept që përmes tatuazheve unë me di çfarë personi është Joni. Ato që i shpreh në vizatim trupit. A shpreh edhe një farë emocioni me to, a shpreh edhe çfarë personi është, a është person i errët, a është person happy, a është person nashta depresiv ose kështu me radhë. Është edhe ajo, po më shumë dallohen, për shembull ai që ka tatuazhe shumë edhe ka të mira, koleg. Zakonisht difen krejt borë kështu, që është full tatu edhe janë tatuazhe të mira, domethënë e di me që është rishë edhe në koleg. Fukare me lindin. Është seriozisht, s'e thon këto, e thonë gjithë botën është njësoj, Po domethënë. di, unë i kam shumë të vogla tatuat, mos më kanë kushtu hiç shtrejt. Bazike i kam unë, të vogla i kam. Për ato vazhdojnë se... Joni t'ja jepin, për shembull e shet tatuazhin sy, a ki bërë rrumullak edhe din se rrumullak pak. Rrumullak me bëjë shumë vështirë, me gojshtë. Ore Kevin çak. Unë për shembull, një sen që më interesoi ke shumë, ja u bë ti për shumë njerëzve, është një rreth që e bojnë në dorë. Edhe së fund me kum kuptu domethënë çati rrethit që është që njerëz po e hopshin dikën. Edhe mandej po tash për shembull kur e pyetësha një tatu artist, ai më thekë që njerëz që tash në Kosovë pe harrojnë ashta domethënë çati dhe jam të e buvish për pikë të qefit. Shumica për shembull e bojnë. Ose për shembull vinë bojnë Angel, po ma një Angel zakonisht bojnë për dikant që e ki hup ose diçka vëdin. Thotë jo, po du me bua bën çto. Adin, veç nëse insiston për më shumë, për lëshën e ka. Ne dojnë ashta për domethënien e tatujave të cilat ata dojnë mi bë, se për shembull, unë s'kam pas ndaj arsye ashta për me lexu shkaku që janë konkret të dizajnuar në çat aspekt që unë kam dashur me i bë, po dikush në dizajnon çat për çatë, domon bën. Po për shembull dikush se Anjeza ose dikush tjetër që ka bënë një flutur, sa ashta janë të përgatitur që me lexu çka do të thonë një flutur për me bë tatuazh. E din, shumica e din, lexojnë pak, a vëden. Po jo krejt, po një shumic e din qa bojnë. Përveç dhe më thonë këtyne radhëve, ose për shembull janë këto të fiseve maja, atje që i kanë bo me këse tribal se kështu, ato normal nërës do të mi bo. I bojnë që atje ku i bojnë, ato që në specializuar për që të punë edhe kanë do më thonë bojnë zakonisht freehand. Nuk bojnë me shablon. Bojnë, po duke ka të lezetën e vetë. E vërtet. Nëse ke vini s'ka anaj pyetje tjetër, Kur s'ka pyetje? Kam të lutem fal. Kërkoj shumë falje. Veç dhe i ti kujtohet, po besoj dhe nesër kësi vakti veç i bën me. Ti? Hajde. Si një tatuazh. Just me i fortin. Ti si një tatuazh. Na nuk marrim në emision. A mundesh me bën një tatu nëse nuk je aty tek ambienti yt? A mundesh me improvizu edhe me realizu me kushte shtëpiake diçka? Po e bëj edhe ato. Ka të mi do sekrete aty me qka? Jo me qef, a bëden se aty nuk oj vesh mashina dhe edhe ngjyre shumë sene që... Unë po thonë me testu dikosh, a mund e bën shtu për një... Unë e me thonë, a mund e bën shtesh, qka dush me pos ti për me bosh? Me ta kalzu që më e bëj edhe qështu. Qa dush me pos? Vesh mashina, 2 tapa me ngjyrë. Ato i kija dhe në ambient, po diçka shtëpjake në kushtet katunit, me qka mujna me bon në tatuazh? Me gjilpon njeri. Me gjilpon, okej. Me gjilpon, lidhë me një fadrasë, me pej edhe si në kodë primitive. Po e bëj edhe ashtu. Okej, qëta do është në me ditë në Po e bëj edhe ashtu, po. Që gjilponin në koljet, kur dalim se. Vesh një trosh, ose në baski. Ju va tek me bo, po mdo këtë e binde. Njëri ma tepër. Mësë më thuj mirë idea se vi. Edhe mu shumë po mbëlqen. Jo seriozisht, tash pa i gore, si ide është super kreative njëri. Edhe mu Se mbëlqen. maksimu qefin edhe nderin me botore. Unë e krejt që ka mëj me bo është marrë me ty kur të bëjsh tatuazhin, mëj me gjiru një historie të ridodit. Për dyshim të përgatit dhe një studio shtret të qenë direktare e parë në Veternik, aty afer. Janë të bënë një studio shumë mirë. Pra në 2-3 javë Ka lirim për studenta, unë jem student, unë i përfasoj studentat. A ka ndaj lirim kështu live, 20% zbritje për studentat kush vjen me bot tatuazha. Po më veç me indeks me ardhët.
Nëse ka ki dheqe, Kej dheqe. bëj fri, nëse Tash i thonë. nëse ka në teqe në diçka, pak ma lira. Me gjashës, ka zbritje. Faleminderit. Po dojmë të falendëru shumë që e kunë sot një rrëllot dhe shiuva juve. shumë intervistën edhe po besoj që njëjt u kohën edhe për keq që ku që nga kam Shumë faleminderit. Shpresoj ashtu që gjithë janë të kënaqur. Unë jam një shumë mirë. Kevinin ta vinish më stanin. Dhe të përcjellëm mësafirin të me Po, rekjolën. që shtu, nesër, unë ju